Në rubrikën tonë mjekësore, së bashku me specialistë të fushës së mjekësisë, kemi diskutuar rreth sëmundjeve të ndryshme që rrezikojnë organizmin njerëzor. Kemi diskutuar për sëmundje të profileve të ndryshme. Mjekët gjithnjë janë shprehur se e rëndësishme është parandalimi i sëmundjeve sesa kurimi i tyre. E tillë është fusha e mjekësisë, rrek më tepër mendimin se parandalimi është më tepër i suksesshëm sesa kurimi. Analizat mjekësore, check-up, duhet të realizohen të paktën çdo 6 muaj, pasi në këtë mënyrë do të mund të kuptojnë se çfarë bakteriesh e rrezikojnë shëndetin tonë. Në këtë rubrik, mjekja patologe Artenca Çollaku na shpjegon rëndësinë e analizave. Nga vetë termi check-up është ideja e një kontrolli. Dhe në fakt ato konsistojnë në një sër ekzaminimesh depistuese, që në momentin depistuese do të thotë zbuluese të sëmundjes, dhe është ajo që ne e promovojmë fuqishëm, sepse në ato moment pacienti është asimptomatik, nuk ka shenja të sëmundjes, por ne mund të jemi mund të zbulojmë një sëmundje që është e fshehtë akoma dhe jemi në momentin e dur kur mund ta trajtojmë më mirë këtë sëmundje ose të parandalojmë agravimin e saj. Realizimi një kontrolli periodik është i rëndësishëm, edhe nëse nuk jeni sëmur, pasi do t'ju tregoj nëse duhet të tregoni kujdes për ndonjë kondicion mjekësor që ju nuk e keni patur. E rëndësishme shkryerja e këtyre analizave? Është shumë e rëndësishme sepse në momentin që ne zbulojmë një sëmundje që akoma nuk i ka dhënë simptomat e saj, është shumë e thjeshtë ta mjekojmë atë sëmundje. Ose të parandalojmë komplikacionet e ndryshme që ajo mund të japë për shëndetin. Duke bërë një ekzaminim të përvitshëm, mjeku është në gjendje të kontrollojë fazat të hershme të një sëmundje, ndonse pas simptoma të dukshme fizike, por që mund të manifestohet fillimisht me anormalitete biokimik i konstatuar nëpërmjet analizave laboratorike. Mund të ketë një moshë të caktuar nga ku mund të fillojnë analizat check-up? Nëse do i referohesha pikërisht termit check-up, bëhet fjalë për moshat mbi 25 vjeç. Megjithatë, të gjithë kategoritë e popullatës për edukim shëndetësor edhe për parandalim sëmundjesh mund t'i drejtohen mjeku të familjes, mjeku të tyre, duke filluar që nga fëmijët e vegjël, që nga kategoria e neonatëve, edhe deri tek kategoria e geriatrisë. Sepse që në moshën e vogël neve kemi këshilla specifike për çdo grup mosh. Pra që ke 0-1 vjeç ne mund të këshillojmë mënyrën e mirë rritjes, mënyrën e ushqimit, mënyrën e për ecurinë më të mirë të fëmijës. Dhe pastaj me radhë për gjithë kategoritë. Qytetarët ende nuk janë në dieni të check-upit mjekësor. Ata tregojnë se kultura e analizave të përgjithshme mungon në shoqërinë tonë. Shkaku sipas tyre është niveli shumë i ulët i jetesës. Mjekësor check-up? Jo. Realizuar ndonjëherë? Jo. Nuk e dim. Ju realizoni vizita të shpeshta mjekësore? Po. Ja dhe sot demi. Në çfarë harku kohor, për sa periudhë kohë realizoni këto analiza? Analizat? Po, kur kemi shqetësime? Vetëm atë kur kemi shqetësime. Mendoni se duhet të kushtojmë shumë rëndësi edhe pa pasur shqetësime shëndetit? Jo. Kur s'kemi shqetësime nuk vem. Mendoni se është e gabuar kjo? Po, ndoshta e gabuar është, po vajtja në spital është me kosto. Ne jemi dobët nga ana financiare. Kontrolli mjekësor ose vizita mjekësore check-up e keni realizuar ndonjëherë? Jo, është nga detyrat mësore të shëndetit të çdo njeriu, por veçanti me raste të shkurtura ne kemi bërë vizita për analizat, po jo në mënyrë periodike, siç e thonë ato rregulla që është domosdoshmëri për trupin e njeriu. Se pa që njeriu nuk mund të edhe jeta të ketë kuptimin e zhvillimit të saj. Një herë në muaj unë kam kontrolli, dhe marrë ashtu, e jenë 6 muaj bëj analizat bëra për gjakun, diabetin, edhe bëra për një mjekësor. Sa ju kanë përgjigje? Po përgjigjet mirë janë. A e dini termin check-up që do të thotë ju të realizoni vizitat mjekësore, analizat mjekësore çdo 6 muaj, sa të rregullt jeni ju me këto analizat të ndryshme? Tu i pas parasysh gjendjen shëndetësore teme,
analizat atë aritminë e herë mas hershme që kam, hipertensionin, se kam 23 me 13, 23 me 12, dhe më thonë të oscilacionit, të tensionit edhe të aritmis, njëherë 6 muaj më duket shumë pak, por unë e baj njëherë 3 muaj. Njerëzit duhet të parandalojnë sëmundjet papritur për t'i kuruar ato. Nëpërmjet check-upit të përvitshëm, arrihet të parandalohen dhe kurohen një numër i madh sëmundjesh si diabeti, sëmundje të arterjeve koronare, sëmundje të mëlçisë të shkaktuar nga hepatiti ose alkooli, tipe të ndryshme të anemis, kancer të gjirit, prostatit, aparatit tretës ose pankreasit. Doktoresh, a e kanë individet tashmë kulturën e realizimit të vizitave check-up dhe vinë ata tek ju atëherë kur ka një problem shëndetësor dhe jo në raste të tjera? Për hir të së vërtetës duhet pranuar që është një kulturë që është në ndryshim e sipër, jo me ritme shumë të shpejta, gjithsesi gjërat kanë ndryshuar, ndërkohë që përpara 4-5 vjetësh ishin shumë të rrallë pacientët që vinin pikërisht për këtë arsye, tashmë gjërat po ndryshojnë. Edhe ne mjekët e familjes e bëjmë dhe duhet ta bëjmë përdit këtë lloj propagande dhe një pacient që na vjen për një arsye krejt tjetër, për shembull për një raport patente apo për një procedurë administrative, një raport KML-je apo diçka tjetër, duhet ta promovojmë këtë pjesë që këto analiza depistuese ose ky check-up, i njohur me termin check-up, të kryhet. Megjithatë, njerëzit po ndërgjegjësohen, por gjithsesi ka prap shumë punë për të bërë në të drejtim, që të jetë më frekuente kjo. Mendoni se është një pjesë e rëndësishme i takon bluzave të bardha apo dhe vetë ndërgjegjësimit të vetë personave, që do thotë do të jetë një marrëdhënie ndërsjellët kjo? Në këtë pikë roli është i të tërëve ne, i bluzave të bardha, i mediave, është një rol shumë i fuqishëm, sepse neve bëjmë pjesën tonë me pacientët që i shohim këtu, me pacientët që vizitojmë në shtëpi, por gjithsesi ne nuk mundemi dot të futemi kaq fuqishëm me këtë mesazh saç mund të jenë mediat. Pra, unë them që roli është i përbashkët, por gjithsesi dhe roli i mediave është shumë i madh në këtë pikë. Ndodhemi në stindën e dimrit, cilat do të ishin këshillat juaja në këtë rast? Do të ishte momenti i duhur për të realizuar disa vizita mjekësore të quajtura me termin check-up? Për sa i përket rasteve që kanë simptomat e para, do t'ju këshilloja të drejtohen tek mjeku përkatës në mënyrë që çdo gjë të kapet në kohën e duhur. Dhe për sa i përket check-upit, ato janë në çdo stim të vitit nuk ndryshojnë kërkesat e një check-upi. Nuk janë të varura nga stina, por janë të varura nga grup mosha, nga historia personale, familjare gjithë secilit, riskjet për nga një sëmundje ke një tjetër ndryshojnë në varësi të këtyre, kështu që gjithë secili duhet të orientohet tek mjeku i familjes përkatës, edhe të bëj kontaktin me mjekun e familjes dhe në varësi të këshillave dhe të ekzaminimeve që i kërkon mjeku familjes të bëhet edhe check-upit. Nëpërmjet check-upit, mjeku do të jetë në gjendje t'ju tregojë mënyrën me të cilën ju mund të parandaloni problemet shëndetësore prej përkeqësimit në të ardhmen, duke ndryshuar disa prej zakoneve tuaja ditore, dietës ushqimore apo mjekimit. Parandalimi jo gjithmonë ndalon gjërat e këqija për të ndodhur, por ndihmon për t'ju mbajtur më të shëndetshëm në kohë. Individët do të jenë shumë pak të prirur që të marrin sëmundje të caktuara nëse ju merrni masa parandaluese.